Cilat janë femrat më të bukura italiane? 10 emra që përfaqësojnë më së miri Italinë për sa i përket bukurisë. Italia njihet në mbar botën për gastronominë e saj, kulturën e lashtë dhe makinat e famshme, por ka edhe bukuri të tjera që janë ambasadore të shijes së mirë italiane. Këto janë disa nga femrat më të bukura dhe më tërheqëse italiane, të cilat vazhdojnë të magjepsin botën me hijeshinë e tyre. Në disa raste janë aktore, në të tjera modele dhe gjithnjë e më shpesh showgirls, ose thënë ndryshe influencuese. Sipas portalit Style Craze, këto janë 10 gratë më të bukura italiane të gjitha kohrave. Një video e realizuar nga faqja Na ishte dikur. Në vendin e 10 qëndron Nicole Minetti, figurë televizive dhe modele e cila u bë e njohur për afërsinë e saj me Silvio Berlusconin. Kjo miqësi i siguroi asaj pozicionin e këshillares rajonale në Lombardi, si edhe një dukshmëri të madhe dhe një vend të rëndësishëm mes grave më të kërkuara italiane. Nicole Minetti është një nga figurat më të njohura dhe më të komentuara të skenës publike italiane. Fillimisht e pranishme në ekran si showgirl dhe modele, fama e saj mori hof të madh fal një afërsie të përfolur me ish-kryeministrin italian Silvio Berlusconin. Kjo marrëdhënie, e cila u bë lajm në të gjitha mediat italiane, i hapi dyet drejt politikës, ku Minetti u emërua këshilltare rajonale në Lombardi, një pozicion që i solli jo vetëm pushtet dhe ndikim, por edhe një vëmendje të jashtëzakonshme publike. Për shumë njerëz, Nicole Minetti përfaqëson një simbol të debatit të vazhdueshëm mes politikës, medias dhe showbizit italian. Për të tjerët, ajo mbetet një figurë e bukurisë tipike mesdhetare, një imazh që ka tërhequr miliona shikues dhe ka zënë vend në listat e grave më të kërkuare dhe më të komentuara të Italisë. Edhe pse karriera e saj ka kaluar përmes polemikave, një gjë mbetet e sigurt: Nicole Minetti ka ditur të ruaj vëmendjen e publikut duke u shtrëruar në një emër që vazhdon të diskutohet edhe sot. Figura e saj bën pjesë në atë grup personalitetesh që, përmes bukurisë, prezencës dhe ndikimit, pasqyrojnë një pjesë të imazhit modern italian. Në vendin e 9 qëndron Elisabetta Canalis, ndoshta një nga showgirlet më të famshme dhe më të bukura të programit Striscia la Notizia. Ajo u shndrua në një figurë shumë të njohur të televizionit italian. Lidhjet e saj të dashurisë me futbollistin Christian Vieri dhe aktorin George Clooney i dhanë edhe më shumë vëmendje dhe popularitet. Elisabetta Canalis është një nga emrat më të ndritshëm të showbizit italian, e njohur fillimisht si një nga showgirlet më të bukura të programit të suksesshëm Striscia la Notizia. Ajo u ngjit me shpejtësi në majat e televizionit, fal karizmës, energjisë dhe bukurisë së saj karakteristike. Por fama e Canalis nuk u ndal vetëm në ekran. Jeta e saj sentimentale, e komentuar gjerësisht nga mediat, e bëri edhe më të famshme. Lidhja e saj me futbollistin e njohur Christian Vieri krijoi bujë në arenën sportive dhe atë të showbizit. E më pas, një marrëdhënie edhe më e përfolur me aktorin hollywoodian George Clooney e vuri Elisabettën në qendër të vëmendjes ndërkombëtare. Pavarësisht komenteve, zhurmës apo vështirësive, Elisabetta Canalis arriti të ndërtojë një karrierë të qëndrueshme dhe të shumanshme. Ajo doli nga roli klasik i showgirlit dhe u shndërua në një figurë të dashur të televizionit, modës dhe botës së famës italiane. Për shumë njerëz, Elisabetta përfaqëson një version modern të elegancës italiane, e bukur, e sigurt në vete dhe gjithmonë në qendër të skenës. Me praninë e saj të paharrueshme, ajo mbetet një nga figurat që vazhdon të identifikohet me imazhin bashkëkohor të Italisë. Në vendin e 8 qëndron Federica Ridolfi. Federica Ridolfi është një nga fytyrat më elegante dhe më të admiruar të televizionit italian. Karriera e saj nisi herët, në moshën vetëm 17 vjeçare, kur ajo u bë pjesë e trupës së famshme Dance të Bagalinos. Me talent, finesë dhe një prezencë skenike që binte në sy me një herë, Federica u shndërua shpejt në një figurë të dashur për publikun. Me kalimin e viteve, ajo nuk u kufizua vetëm në vallëzim. Ridolfi u orientua drejt prezantimit televiziv, duke u bërë një nga showgirlet më të spikatura të ekranit italian. Eleganca e saj natyrale dhe mënyra e butë e komunikimit e ndihmuan të krijonte një lidhje të veçantë me publikun. Në vitin 2008, portali i njohur ndërkombëtar Askman e renditi Federica Ridolfin mes 99 grave më të dëshiruara në botë, një vlerësim që e vendosi atë për krah emrave më të mëdhenj të showbizit global. Ky çmim jo vetëm përforcoi popularitetin e saj, por tregoi edhe ndikimin dhe magnetizmin që ajo kishte në skenën ndërkombëtare.
Sot, Federica Ridolfi konsiderohet një simbol i bukurisë klasike italiane, e thjesht, delikate, por njëkohësisht e fuqishme në paraqitje. Me profesionalizëm dhe stil, ajo ka arritur të krijojë një profil publik të qëndrueshëm, duke mbetur një nga figurat më të vlerësuara të televizionit italian. Federica është shembulli i një karriere të ndërtuar me talent, punë dhe prezencë, një emër që vazhdon të pasqyrojë bukurinë dhe elegancën e Italisë bashkëkohore. Në vendin e 7 qëndron Melissa Sata. Melissa Sata është një prej figurave më të ndritshme të botës së modës dhe televizionit italian. E lindur në Sardenjë, ajo nisti karrierën e saj si modele që në moshën 16 vjeçare, duke treguar shpejt se kishte stil, elegancë dhe një prani që e dallonte nga të tjerat. Pas debutimit të saj të hershëm, Melissa u zhvendos në Milano, kryeqytetin italian të modës. Atyr, ajo u ngjit në pasarelat më të prestigjioze, duke fituar vëmendjen e shtëpive të mëdha të modës dhe publikut. Megjithatë, pavarësisht suksesit si modele, fama e vërtet do të vinte pak më vonë. Pika e kthesës për Melissa Satën erdhi kur ajo u bë një nga figurat kryesore të Striscia la Notizia, një nga programet satirike më të shikuara në Itali. Roli i saj në këtë emision i dha një ekspozim gjigant në nivel kombëtar, duke shndërruar në një nga showgirlët më të njohura të ekranit italian. Me bukurinë karakteristike mesdhetare, thjeshtësinë dhe energjinë e saj pozitive, Melissa arriti të ndërtojë një karrierë të shumëndshme, duke u bërë jo vetëm modele dhe showgirl, por edhe një personalitet i dashur televiziv. Ajo mbetet një nga figurat që përfaqësojnë më së miri kombinimin e modës, personalitetit dhe stilit italian. Nga pasarelat e Milanos te ekranët kombëtare, Melissa Sata ka ditur gjithmonë të tërheqë vëmendjen, duke qenë një emër që vazhdon të mbajë gjallë shkëlqimin e botës së showbizit italian. Në vendin e 6 qëndron Raffaella Fico. Raffaella Fico është një nga emrat më të njohur të showbizit italian, e cila arriti famë të menjëhershme fal pjesëmarrjes së saj në programin e njohur Big Brother Italian. Prej momentit që u shfaq në ekran, ajo u bë një figurë e komentuar dhe e ndjekur nga publiku italian. Pas suksesit në reality show, Raffaella shndërrohet në një emër të njohur të revistave, duke u shfaqur në kopertinat e shumë botimeve, kryesisht për meshkuj. Pamja e saj e veçantë dhe prezenca magnetike i siguruan vëmendje të madhe dhe një vend të spikatur në industrinë e medias. Jeta sentimentale e Ficos gjithashtu tërhoqi shumë vëmendje. Marrëdhëniet e saj me futbollistët e famshëm si Cristiano Ronaldo dhe Mario Balotelli e bën atë pjesë të lajmeve ndërkombëtare dhe i shtuan edhe më shumë famën dhe dukshmërinë publike. Megjithse karriera e saj ka kaluar përmes shumë polemikave dhe komenteve, Raffaella Fico ka arritur të krijojë një imazh të fortë publik. Bukuria, karizma dhe aftësia për të qëndruar gjithmonë në qendër të vëmendjes e kanë bërë atë një nga figurat më të njohura dhe më të diskutueshme të skenës italiane. Raffaella Fico përfaqëson një shembull të suksesit modern italian në botën e showbizit, një kombinim të bukurisë, stilit dhe aftësisë për të menaxhuar famën, duke mbetur gjithmonë një emër që publiku ndjek me kureshtje dhe admirim. Në vendin e 5 qëndron Claudia Romani. Claudia Romani është një nga modelet më të njohura italiane, e cila ka shënuar një karrierë të spikatur në botën e modës dhe mediave. Fillimi i saj në pasarelat italiane dhe ndërkombëtare e bëri menjëherë të dallueshme, fal stilit, elegancës dhe prezencës së saj të veçantë. Ajo ka pozicionuar imazhin e saj në disa nga revistat më të prestigjioze në botë, përfshirë Cosmopolitan, Maxim dhe GQ, duke u bërë një fytyrë e njohur për publikun global. Por vlerësimi ndërkombëtar nuk ndaloi këtu. Në vitin 2006, revista FHM e renditi Claudian si një nga 100 gratë më seksi në botë, një titull që i dha një famë edhe më të madhe dhe i konsolidoi pozicionin në skenën ndërkombëtare të showbizit. Claudia Romani nuk është thjesht një fytyrë e bukur, ajo është një simbol i elegancës, profesionalizmit dhe karizmës së stilit italian. Në vitet e fundit, ajo ka zgjedhur të jetojë në Miami, ku vazhdon të ndërtojë karrierën e saj dhe të ndikojë në botën e modës dhe mediave. Figura e saj përfaqëson një kombinim perfekt mes bukurisë klasike italiane dhe prezencës moderne ndërkombëtare. Claudia mbetet një nga gratë më të admirueshme të Italisë, një emër që vazhdon të shkëlqejë në pasarelat dhe revistat më të njohura të botës. Në vendin e 4 qëndron Anita Pallenberg. Anita Pallenberg është një nga figurat më ikonike të botës së modës dhe rockut italian.
E lindur në Itali, ajo nisi karrierën si modele dhe më pas u shtrëndërua në aktore dhe dizajnere mode, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në skenën ndërkombëtare të artit dhe kulturës. Emri i saj lidhet ngushtë me legjendat e rockut. Anita u bë e njohur si musa e grupit të famshëm Rolling Stones, duke pasur marrëdhënie me 3 prej anëtarëve të tyre, Brian Jones, Mick Jagger dhe Keith Richards, nga i cili pati 2 fëmijë. Prezenca e saj magnetike dhe stili i veçantë e bën atë një figurë që të roqi vëmendjen e botës jo vetëm për bukurinë, por edhe për karizmën e saj artistike. Anita Pallenberg nuk ishte thjesht një fytyrë e bukur, ajo ishte një inspirim i gjatë për artin, muzikën dhe modën. Musa e Rolling Stones pasqyronte shpirtin e një kohe të artë të rockut dhe kulturës pop, duke lënë gjurmë të paharrueshme në historinë e saj. Ajo vdiq në vitin 2017 në moshën 75 vjeçare, por emri dhe figura e saj vazhdojnë të mbeten një simbol i elegancës, rebilizmit dhe stili italian, duke e bërë atë një ikon që nuk do të harrohet kurrë. Në vendin e 3 qëndron Isabella Rossellini. Isabella Rossellini është një nga figurat më të njohura italo-amerikane në botën e kinemas dhe modës. E lindur në një familje artistike, ajo trashëgoi talentin dhe pasionin për artin nga prindrit e saj të shquar, aktoria legjendare Ingrid Bergman dhe regjithori i madh Roberto Rossellini. Nga një moshë e re, Isabella u zhyt në botën e kinemas dhe modës, duke ndjekur hapat e prindërve të saj dhe duke krijuar një karrierë të veçantë dhe të shumanshme. E njohur për elegancën dhe bukurinë e saj klasike, ajo u shndërrua në model dhe fytyrë ikonike e revistave ndërkombëtare, duke bashkuar stilin me talentin e saj natyral për interpretim. Isabella Rossellini nuk është vetëm një emër në modë dhe film. Ajo përfaqëson një trashëgimi artistike të pasur që lidh Europën dhe Amerikën dhe që vazhdon të ndikojë breza të tërë aktorësh dhe modeleve. Karriera e saj tregon se si pasioni, talenti dhe puna mund të ndërthuren në mënyrë perfekte për të krijuar një emër që nuk harrohet. Figura e saj është simboli i elegancës së përjetshme dhe ndikimit ndërkombëtar të kulturës italiane, duke e bërë Isabella Rossellini një ikon të vërtetë të artit dhe stilit. Në vendin e 2 qëndron Monica Bellucci. Monica Bellucci është një nga figurat më të ndritshme dhe më të admirueshme të Italisë, një emër që lidhet menjëherë me bukurinë, elegancën dhe sensualitetin italian. Padyshim, ajo ndodhet në çdo listë të grave më të bukura italiane të të gjitha kohrave dhe vazhdon të jetë një ikon e stilit ndërkombëtar. Karriera e saj nisi si modele, ku shpejt u dallua nga marka të njohura botërisht si Christian Dior dhe Dolce & Gabbana, duke u bërë fytyra e fushatave të tyre dhe një simbol i elegancës italiane. Por Monica nuk u ndal vetëm te pasarelat. Ajo i dha jetë edhe ekranit të madh me role të paharrueshme në filmat Dracula, Malena, Matrix Reloaded dhe Matrix Revolutions, duke treguar se bukuria mund të shoqërohet gjithmonë me talent dhe profesionalizëm. Monica Bellucci përfaqëson jo vetëm sensualitetin dhe elegancën, por edhe forcën dhe pavarësinë e gruas moderne. Me çdo rol, me çdo paraqitje publike, ajo tregon një kombinim unik të bukurisë, inteligjencës dhe karizmës, duke u bërë një emër që tërhoqi vëmendjen e të gjithë botës. Figura e saj është një shembull i një karriere ndërkombëtare të ndërtuar mbi talent, stil dhe aftësi për të qëndruar gjithmonë në qendër të vëmendjes. Monica Bellucci mbetet një nga gratë më të admirueshme italiane dhe një ikon që do të mbetet e paharrueshme për breza të tërë. Në vendin e parë qëndron mbretëresha Sofia Loren. Sofia Loren është një legjendë e kinemas italiane dhe një ikon ndërkombëtare e bukurisë dhe talentit. Karriera e saj nisi në vitet 1960 dhe shpejt ajo u shndrua në një nga figurat më të njohura të filmit italian, duke përfaqësuar elegancën dhe sensualitetin italian në mbar botën. Një nga arritjet më të mëdha të saj ishte fitimi i çmimit akademik, duke u bërë aktoria e parë që e mori këtë çmim për një film të bërë në një gjuhë jo anglisht. Ky sukses i hapi rrugën Lorenit për të marrë rolet më të spikatura dhe për të bërë histori në kineman gotërore.
Sofia Loren u konsiderua gruaja më së seksi italiane dhe një shembull i elegancës dhe karizmës së vërtet. Në vitin 1999, American Film Institute e renditi Lorenin të 20-ën mes yjeve më të mëdhenj të historisë së kinemas, një nder që tregon rëndësinë e përhershme të emrit të saj në industrinë e filmit. Figura e saj nuk është thjesht një simbol i bukurisë, ajo është një shembull i pasionit, talentit dhe përkushtimit, duke inspiruar breza të tërë aktorësh dhe dashamirës kinemaje. Sofia Loren mbetet një ikone pakrahasuesme italiane, një emër që do të jetojë përjetësisht në historinë e filmit dhe në kujtesën e publikut global. Nëse ju pëlqeu video, mos harroni të abonoheni në kanalin Na ishte dikur për më shumë video të tilla. Faleminderit!